Vëllezër të dashur dhe motër të nderuara, kjo jetë që është shumë e shkurtë, është jetë shumë e rëndësishme, e që për fat ketë shumë për njerëzve mundohen që ta mbytin kohën, ta harxojnë kohën, edhe kanë dalë metoda të reja që me harxhu kohën e mos me met për kërgjë, mos me met për mi kryo obligimet tona. Facebook, interneti, televizori, kabloviki, qindra televizione, me bomu nalë kabloviki më svet, srihet. Forma për me shkatru kohën, kurse kjo jetë është jeta në të cilën varet, a që shkurt është, shumë e shkurt, Allahu Xhelalu në Kur'an thëtë, si një mazdita e një paradite. Këtë jeta njeriu t'i duket si një paradite e mazdite, ka që shkurt është. Mirë po prej kësaj varet pastaj jeta në varreza dhe jeta në botën tjetër e përhershme. Pi qësa jetë. E nëse nuk jemi të kujdesshëm me shfrytzu këtë jetë ashtu si dohet, kena dështu. Nëse nuk jemi të kujdesshëm që të jetë këtë shkurt, të kaq parëndësishëm, që i thëmi jetë e rreshme, ti e rreshme, por shumë e rëndësishme, sepse në të varet jetën varreza dhe jetën botën tjetër. Prej kësaj varet, prej asaj që ka ke punu në këtë botë. Prandaj besimtari është largpams, besimtari është i kujdesshëm, dhe shpejton me punu, se kur vjen me marrë rezultatin, atëherë është vonë. Kur vjen me marrë rezultatin, atëherë është vonë, nëse s'ke punu përpara. Qëtar dëmë zonë sa që s'ka mësu mirë e rogë siklet vallaj, se i grumbullohen këtë lante, këtë i pysin, e këtë dërë më pyt, e këtë arsentarë s'ka qarë pa e qëtë një notë, e dikush ja falë një dysh, e dikush një nish, po diqysh ka përcen qëka ka më dhanë, siklet është. Krejtën siklet, ata në zonsat e mira po kalën me pesë. Po ata që kanë kryt që shpojnë në tashtin testin komptar, po ata që kryt testin komptar, apo mujnë më registru në fakultetin që përdojnë. Edhe ata që në fakultet apo mujnë fitu kushti. Krejtën, kjo është faza e marrjes së rezultateve. Edhe po duhet veç me rikujtu vllazën dhe motra që këto momente veç me i përjetu e mirë është me përjetu që me kuptu se qysh do t'jetë kur japë në llogari për krejt jetën tonë. Këta japë në llogari disa për një gjysmëvjetar, ose krejt për një vjetë ma shumëti, edhe i rogë stres edhe frikë, edhe presion psiqik, edhe kur kryhen afati për e mirë shljerohet. Pse? Se është një ngarkesë. Po qysh do t'jetë një ngarkesa që prej sajnë varet krejt, pastaj gjithmonë, jo nuk është krahet në afat. Bota tjetër është e pafund. Prej kësaj. Në ajetin që citu më lartë, shënohet libri ju, regjistrohen rezultatet tona. Edhe i jipët libri. I jipët libri, edhe e merr librin. Allahu në Kur'an që e citu më lartë, wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Edhe i vendoset libri, e i shë ata mizorët, ata që kanë bo krime, ata që kanë po drejtësi, si ndaj krijuesit, si ndaj krijesave. Edhe e shofin se këto çfarë qenë ka ky libër që nuk pas kalon pa shënuar, pa regjistru, sa vepra të mëdha po ato cikrimet vogla. Se të cikrimet ka herë që na mendojmë që kurrës janë shumë. Kanë thonë djetarët, s'ka më kanë të madhë për ato që bëm istigfar kërkon faljet e Zotit, po s'ka më ka të vogël nëse vazhdon të, se bëhet i madh. Pika mbushet pusin. E merr pa besimtarin mujrimi edhe ai i cili ka qenë mizor,
ka bo padrejtësina kur e merr të çka ka ky libri që nuk pas ka lanë kur ço, pa e shënue në të. Edhe e gjen krejt prezent jetën e tina. Krejt prezent jetën e tina. E Allahu nuk I bën padrejtësi askujt. Allahu nuk I bën padrejtësi askujt. E merr edhe besimtarja me njëri devotshëm në librin. Po si shaj kër jepët libra ka, besimtarit jepët ka ona e djatë. Kur I shpëndon mësusi nxënësave librezat, atina nxënësit mirë ja pak ma mirë. Ja ofron. A atina nxënësit keq ja gjun pak librezat, se u lodhë si kërë ka kry mundin, pa e s'ka mësu. E si shaj që është rezultati mirë I jipët ka ona djatë. Edhe besimtari thot, ha u mund të rëmu kitabje, urnoni lexon librin të, kësa fshe kërkën në rezultate. Urnoni lexone, për me përjetu që sekuencë. Shkoni të shkollat kër e marin klasa e parë rezultatin. Se s'din shërë, veç I vetë qysh ke kalu, ata që kanë kalu në pasë, merë ta që të libres, nuk fletë. Ha u mund të rëmu kitabje, urnoni lexoj, s'ki nevoj, s'ka për qëra fshe, kitë tasë. Inni dhanantu anni mulaqin hisabje. Unë kam pas bindje se do të takona me llogaritime, do të japë llogari para kryusit. Prandaj u pregadit. Kurse nxënësi keq, çfarë thot? S'do më shku me mua librezën heq, për dhe nëse e merë fsheti për. Mos I qërtoni fini që s'kam mësu, se kjo është problemi vogël o I shkollës. Na po flasëm për problemin krejt që ma nuk ka këthim brapa, po vesh për me kujt me kapë, me kuptu se sa e rëndësishme është kjo jetë që kam herë nga më nohëm me shkatru kohën, me hup kohën me hargjue. Zdim, qysh do të me shkatru kohën, me hup kohën. Kena kohë, po s'kena kohë. Pse të në ditën, o në televizor në kohë, në orë të tona, ose në internet, ose në diçka, që e hargjën, ose në lojrat, cilat s'kanë kur s'far dobije. Është e rëndësishme në lazën për aqet më mundu me ba një lidhje, se kena mundësimit për një qëto, edhe më vetë gjësu, edhe me thonë, o zot, po kur t'jena e ti që nuk ka këthim prapa, edhe du t'a marrë më logarinë. E aji cili nuk I jipët libri ka ana e majt, ka ana majt, e dhët ja lejtëha kanët e qadija. Si kur kishkan që me vdekje në përfundu kur s'dëgje. Kërë puna, me dek. Edhe mësë më kom. Pa besimtari Allah në të rëdhën, ja lejtëni kum të raba, o mirë për mësë të zhavon dhejë, mësë më gjallë dhejë, mësë më gjallë pratë. Pse? Se ka me dhëmë logari, dhazën ka me dhëmë logari. Edhe e logaria, Allahu gjëllë gjelaluhu, me drejtësin e tina, sepse nga kur nëse kena një telashe dhe kena me dalë para një gjykimi, do të me marrë një avokat mirë, se në bomës me pas avokatën e mirë, vabaj ka në keqë. E din mirë që është hakim e ty, po bërdi pa pas një avokat mirë, s'krynë punë. Për ashtë këtë shkohë në rastë që ka njerë, ma shumë vite u shpalli pa fajshën njëri që e kanë denu me një denim, pse e ka pas avokatin e keqë, do të s'ka ditë me fitu seancën, gjyqin. Kurse ta Allah gjithë gjelarë nuk bënë pa drejtësi Allah. Allahu me drejtësin e tina, na gjykon me dëshmëtar, që janë me lajket. Na gjykon me fakte, që janë gjymtyrët. Gjymtyrët e trupit. Edhe kemi dhënë llogari dhe kemi dhënë rezultatin e vetë. Kur thot profesori edhe ti mbledh notë pikat në provim, ka herë s'ma pas kem mjedhë mirë që to, po kur ta e profesori thot qëre mere që do jenë pikat ti që t'ja notën vetit.
Që ka qënë pika, këshurja të që ke bo mirë, që ke bo keqë dhe që ka pika. E Allahu Gjelle Gjelaluhu, thot në Kur'an, iqra kitabeke kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lexoje librin tënd edhe mjafton ti sot mja dhon llogari vetit, mja dhon rezultatin vetit. Vetëm i dhon rezultat, nuk është lehtë. S'mund me I kërka. Edhe mja dhon vetëm mja qitë rezultatin, me thonë qika që pika I pasna. Se pasna valitu ma pak se ma shumë se qika që. Kur e shetë se pas ke meritu edhe e vendosur shumë e ratë. Pastaj Allahu Gjelle Gjelaluhu I përzgjen pa besimtari, të të urnoni, kënë përdoni me kanë dëshmitarë. Së pranën kërkosh, ja s'ke kërkosh. Po apo pranën që shqisat në trupi jetë me kanë dëshmitarë, të po. Sepse duke mendu që shqisat në trupi I ti dhe tjetë dëshmitarë për të se ato kanë më tjetë. Ato kanë më tjetë edhe kanë me dëshmu, kanë me rajtë në faforme. Ama ato nuk rajnë në bazën. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an në ajetë të shahida alejhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dëshmojnë dëgjimi I tyne, shqisat të dëgjuarit, shqyqimi I tyne, edhe lëkura e tyre, lëkura, për atë që kanë vepruar. E mizori I thot Allah Gjelle Gjelaluhu të regon Kur'an thot وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. E I thuhet, I drejtojt njeriu lëkurës vetë, I thot pse ke dëshmu kundra me kur në vetës, sepse lëkura ka më djekë. Pse dëshmu të kundra vetës, se ti pranej? قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Na mundësej Allahu me folë, a I cili ka mundësu çdo gjë me mujtë me folë. Çdo gjë folë. folë dhe çdo gjë. Allahu për وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. Çdo gjë e madhron Allahun. Por ju ne nuk e kuptoni formën e madhërimit të Tij. Çdo gjë, bari, lulja, druji, guri, çdo gjë e madhron Allahun. E kura thot, na bëni me fol ai që I ka bërë me fol çdo gjë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka fol guri, druni I ka fol, I ka selam. Është transmetuar që ai druni që u mbështet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se mi Allahu, ai sahabiu ato të shkojnë me mat, kur largu pejgamberi sallallahu ka kajt. Është mallëgjim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Lëkura dëshman. Prandaj vëllazër ndoshta a kena mundësi me ikë para të këtyre dëshmive. A kena mundësi me bon një vepër e që mos me ditë dëgjimi jon, mos me ditë nëse po shiqimi jon, ose mos me përjetu lëkura jon. Jo vallahi. Prandaj vëllazër më të nderuar, të kemi kujdes dhe të mundohemi që të përgatitemi për këtë rezultat. Të kemi kujdes dhe të jemi ata që të jemi të vëmendshëm dhe përfitojmë për këto një qaste dhe tjetës tonë. Në pyetje me bëtë gjithë dhe qëto, që këna bëtë pak para gjumas? Qëfar obligimi dhe qëfar angazhimi në bëtë? Nëse ka qenë angazhimi të një vakut, qëfar fitimi këna mujtë me fitu për që atin angazhimi? 100 euro për 2-3 saat? Jo, ma pak. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ai që vjen në orën e parë që mos është sikur me prej një deve kurban. Pak poshtë aty që dorë në orën e parë. Në orën tani kofe sikur kur diçka e blogon. Pse mos marr xhumo më herët? Unë di që do të punë, ose mund të dalë orë punës, mos mendojnë ata po ata që sikon orë punës. Sa e nërë punës në të rritë në punë,
Pa e qësë për artë punës. O lazër, të mundohemi që çdo çast jetës tonë të fitojmë sevape, sepse vallahi kur dalim dhe ta lexojmë librin tonë, kur dalim dhe ta lexojmë rezultatin tonë, atëherë nuk ka kthim mbrapa. Prandaj kjo është jeta jonë. Këto kemi përpara të mundohemi të punojmë dhe të fitojmë shpërbime, se me ato e garantojmë xhenetin. Me punën tonë e garantojmë xhenetin. Prandaj vëllezër dashur, dhe më të nderuar, e lusim Allahun xhelle xhelalu na bëj për atyre të cilët çdo çast jetës tonë mundohen me përfituar dhe me qenë Allahu xhelle xhelalu kënaqur me neve. Lusim Allahun xhelle xhelalu na udhëzon neve dhe popullin tonë në rrugën e vërtetë. E lusim Allahun xhelle xhelalu na bëj ta shohim të vërtetën dhe ta pasojmë ato dhe ta shohim pa vërtetë largon prej saj. E lusim Allahun xhelle xhelalu që na zbukurojë imanin zemrat tona dhe na bëj gjëra të këqija të rrejtë në zemrat tona. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم